Ndëruar shikues, e ndoqëm kështu edhe këngën, siç e tham, të tenorit tonë të mrekullueshëm Kastriot Tusha dhe zotit Bajramli Idrizi, që vjen nga Tetova, dhe për të biseduar edhe kësaj këngë që është promovu, do të flasim bashkë edhe me Kastriotin edhe me zotin Idrizi. Po shpresoj shumë që i kemi lidhje të drejtë për drejtë, edhe po i përshëndes këtu nga Prishtina. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma edhe për ju, zoti Idrizi, po filloj me juve, zoti Tusha, si është kjo ide ose si ju bë që nuk është hera e parë që i këndoni trojeve dhe qyteteve kështu në përgjithësi, po kjo besoj ka qenë ky bashkëpunim ju i natyral, duke pas parasysh edhe karrierat e juaja, po njëkohësisht edhe bashkëpunimet besoj. Ky është një projekt, e para ju falenderoj me gjithë zemër që na mbështesni, sepse pa ju ne nuk pasqyrohemi, dhe sidomos Radio Televizionin e Kosovës. Kjo është vërtet, siç e thatë dhe ju, që është një projekt i bukur midis intelektualësh. Unë jap mësim në Universitetin e Tetovës, krahas që jam dhe pedagog në Universitetin e Tiranës. Por atmosfera e pedagogëve dhe sidomos e dekanit që kam aty, Bajramaliun, që është pranë nesh, që jemi part-time, paktën vinë nga profesor nga Kosova, nga Shqipëria, dhe ndjem një mikpritje të jashtëzakonshme në universitetin, në stafin e Universitetit të Tetovës. Dhe duke biseduar e pirë kafe një ditë me Bajramalin, mendova tashun, pse mos bëjmë, nuk është bërë ndonjëherë projekt për një këngë për Tetov-Tiranë. Jo Tiranë-Tetov, po Tetov-Tiranë, sepse tash këtu po e pim kafen në Tetov. I pëlqeu shumë profesorit, i thash, tekstin do mundohem unë ta bëj, thash. Edhe jam munduar me atë time, duke normal që edhe jam këshilluar, mendoj se nuk quhem për poet, por kanë qenë fjalë shpirti. Dhe sidomos fjalët e refrenit të kësaj këngë është Tetov-Tiranë, një gjak, një zë, një komp, një zemër që nuk do të ndahet kurrë. Këto ishin fjalët ose bulza e tekstit. Pastaj përshkrimi i natyrës dhe edhe për bashkimin ton kombëtar, që them që është edhe aktuale. Kjo është, e ka menduar në bazë të tekstit edhe profesori e muzikoi bukur dhe e orkestruam në studion e Virusit, që vërtet është për ta falenderuar, sepse është nga ato muzikantë që krenohet e gjithë Shqiptaria, me projektet që ai ka bërë, me këngët, me atë grup të Elitës 5, dhe me thënë të drejtën jam ndjer shumë mirë. Kënga them do të pëlqehet, ka një mesazh për brezin e ri, dhe mos ti harxoj unë gjithë fjalët, tani drejtoju dhe profesorit pak. Profesor, e tha zoti Tusha shumë mirë që do shta jo Tiranë-Tetov, po Tetov-Tiranë, sepse muim kështu me i hin hak, jo po them kështu me drejt, pasi që Tirana është më e madhe, po kush ka qenë Tetove din sa njerëz janë ata shumë të ngrët, edhe kjo besoj merr pat shkak, si që tha edhe zoti Tusha që është profesor atje. Po që she pritet kështu si ide, pas ka rrihet diçka kështu në mënyrë kështu shumë spontane dhe natyrale apo jo? Atëherë në fillim doja t'ju falenderojmë juve që po na jepni një mundësi që ne përmes televizionit tuaj të shprehim bashkëpunimin ton të përbashkët me profesorin shumë të nderuar, me një emër shumë të madh siç është Kastriot Tusha. Ideja ka lindur nga se ne jemi koleg dhe kemi nderin gjithsesi profesor Tusha të jep mësim në Universitetin e Tetovës, konkretisht në Fakultetin e Arteve, artit muzikor, dhe nga takimet e her pas hershme që ne i kemi, lindi ideja që të kemi një bashkëpunim konkretisht nga Tetove-Tiranë. Pra, Tetove-Tiranë lindi një këngë që falë bashkëpunimit takimeve të shpeshta që i kemi pasur me profesor Kastriot Tushën dhe që i kemi, kjo ishte ideja krejtësisht që lindi natyrshëm dhe mendoj se publikut i ka munguar një bashkëpunim rreth
frymës së bashkimit kombëtar, domethënë tetove Tiranë një gjak, një gjuhë, një zemër, një flamur, një ideal që nuk shuhet kurrë. Kjo është pak a shumë refreni që ka munguar këto vitet e fundit në skenën shqiptare. Mirë, flasim pak edhe për klipin, u duk shumë i thjesht, shumë i bukur, i realizum, ka qenë ideje për bashkët apo bashkë me produksionin që keni realizu? Gjithsesi, ideja është edhe tekstit të bashkëpunimit të këngës, dhe më thënë Tetove Tiranë, dy qendra universitare, natyrisht Tirana është një qendër shumë e madhe, po ditës edhe Tetova me universitetin e saj, me universitetet që ka, po rritet dal nga dal. Dhe kjo është ideja që të prezentohet në klip edhe Tetova dhe Tirana. Edhe besoj kush më mirë se ju ndoshta mundet kështu edhe me lidhen në mënyrë artistike, e tha zoti Tusha që punon edhe atje, po ndoshta kisha pas dëshirë me ju pyet sa është përgjithësi zoti Tusha me ju këndu kështu, po e them qyteteve, bashkimit. Normalisht keni po e them kështu s'po e them fanca, po njerëz që ja udhun, pse jo edhe muzikën, edhe besoj që është pak edhe ma përgjithësim ju këndu qyteteve. Mendon kështu? Është për mua apo për Tushën? Për që të dy, po për Tushën po e fillojmë, me të pari. Unë nuk po ju ndëgjoj, por... Dëgjove mirë, profesor, tash. Ndëgjoj mirë, okej. Thash... Sa për klipin i dashur, Max Production është një bashkëpunim i kahershëm, të paktën me materialet e mia dhe profesor Bajram Alis. Punojnë shumë mirë, Bledi drejton shumë bukur, kemi një montazher Samiun i cili është shumë dashamirës dhe nuk portuan që të bëjnë më të mirën e mundshme brenda kohës, por një mbështetje dhe një falënderim kemi shumë për Universitetin e Tetovës, me rektore të gjithë ata që e bën të mundur realizimin edhe një mik i joni, që mik i artistëve, që është profesor doktor Kenani, që është dentist dhe e priti me shumë dashuri. Gjithashtu edhe, do më thënë, më kryesorja ka qenë, mund të marri, si me thënë, suksesin, profesor Bajram Aliu, që unë e hudha si mendim, por ai e vazhdoi duke i ka rënë barra më shumë për ta përfunduar këtë projekt. Ka qenë iniciator vërtet shumë në aspektin e punës, sepse i ka rënë barra, kemi qenë në Tetov më shumë me një grup zgjerimi, me blerimi që ka bërë disa filmime, me ekipin me studentë të universitetit që e pritën me kënaqësi me qenë pjesë e refrenit dhe me thënë të drejtën unë ndjeva jashtë masë e mirë, sepse them që ky projekt nuk është një këngë që për marketing, por është një këngë them që do të mbesi në arshivën e këngëve të mira. Do të jetë pjesë e ADN-s të këngëve shqiptare të bukura. Shpresoj këtë ja lëm, pastaj ja lëm publikut, nëse vërtet do të depërtojnë tek ai publik dhe ta gveshin mirë që kërkojnë muzikën e mirë dhe të bukur shqiptare. Zoti Tusha, pyetja që ishte paraprakishte që së dëgjove, ishte te pjesa e përgjithësisë për me i këndu kështu qyteteve dhe këto bashkimit, sa është e vështirë për artistët edhe, po e them kështu, edhe për çështjet e tekstit, po gjithmonë këto këngë lidhin dy popujt mes veti. Ka qenë kjo edhe qëllimi juaj që me i lidh, jo që s'janë të lidhura për të drejtën, po ideja është që është më duket pak më përgjithësi me ju këndu kështu qyteteve dhe bashkimit. Jo, kjo është me që ishte një projekt i parë, nuk kam dëgjuar në njëherë të këndohet në këtë formë, do të thënë Tetov, Tiranë, është një lloj lidhje shpirtërore e ne artistëve. Nuk është se ka munguar kjo lloj lidhje. Ndaç nëpërmjet politikës, ndaç nëpërmjet popullit, nëpërmjet festave, por mu më takon sepse e para jo rastësisht e kam emrin Kastriot. I rrjedh familja ime nga qyteti i Krujës dhe një nga muzet etnografik të gjyshit tim që ja ka ble Toptanve, pra me mbiemër i vjetër Kalaja. Pra, dhe tjetra është kur kam hyrë thash
për me këngën pa bashkim nuk ka fuqi, pa Kosovë nuk ka Shqipëri, me malësi e çamëri, i lirid ne jemi një. Kështu që më takon mu me i bë këto lloj këngësh dhe këto lloj tekstesh, nga të gjitha aspektet. Kështu që nuk është se është në një nocion i bërë në format të sforcuar ose të imponues. Absolutisht. Kjo ishte një kafe e bukur artistësh në Tetov. Çfarë mund të bëjmë diçka të bukur, sepse duhet me ju balancu dhe një çik dhe me bërë atë balancën me këtë shundin, muzikën që s'na takon ne, por që është në mod dhe që se s'po du me i përmend emrat, me kuptimin të stileve të muzikës, që s'na takon. Kështu që kjo pjesa, them, e artistëve të Mirfield, që kanë bërë një shkollë, që kanë studiuar, që kanë, domethënë jeta jonë është kjo, edhe me studime, por edhe në prezantimet tona me repertorin ton, të shumë artistëve, ndaq pa dallim, po të hartës së mirë të shqiptarisë, po thot Kastrioti që duhet të lëvizim pak, për me i tregu dhe vendin që kemi këngë, kemi folkun ton, kemi zakonet tona të bukura, që s'kemi nevojë që na i ka zili bota, kemi mikpritjen ton, i kemi kënduar dashurisë, do t'i këndojmë dashurisë, i këndojmë patriotizmit, kështu që ma tepër kjo ka qenë dashamirësia dhe që unifikuam në mendime me profesor Bajram Alin. Mirë, zoti Idrizi, besoni që do të ketë pas kësaj kënge, unë s'dyshoj që nuk do pritet mirë, po edhe ndonjë bashkëpunim tjetër, apo se kështu fillojnë artistët, një këngë kështu e mirë, pastaj pse jo edhe kështu planet e tjera bashkë? Po, mendoj se po, se bashkëpunimet janë të shkëlqyere, janë të mira, janë të mirë se ardhura. Tetov e Tiranë na bashkon gjuha, historia, dashuria për atë dheun. Të jemi të bashkuar në vlera, në kulturë dhe respekt për rrënjët tona. Mendoj se do të realizojmë të ardhmen sërish edhe do i këngë tjetër edhe pse mos dashuria për kombin shprehet çdo ditë, domethënë me punë, me përkushtim dhe përgjegjësitë që i kemi ndaj kombit dhe ndaj atë dheut. Domethënë pse mos nga Tetova në Tiranë, nga Prishtina në Shkup, na bashkon një frym shqiptare, një flamur, një gjuhë. Mirë shumë. Unë ju falenderoj që të dyve. Zoti Tusha, i ka ardhur koha që me realizu një koncert me Radio Televizionin e Kosovës, t'i këndojmë ato këngët e Jusuf Myzyrit, ato pjesë tjera që me të vërtetë edhe sot kështu me shumë kënaqësi i dëgjojmë qoftë makinë edhe kudo që jemi. Unë ju falenderoj dashur shumë, ju komplimentoj që na rrini afër, jeni një televizion si RTSH-ja dhe RTK-ja që pranoni artist që i këndojnë atë dheut vendit, edhe ka një përzgjedhje pra artist që si me thanë me ADN-n e vërtet kombit shqiptar. Ju falenderoj me gjithë shpirt, ju uroj suksese. Faleminderit shumë, shumë faleminderit. Faleminderit zoti Idrizi, shumë suksese. Faleminderit edhe juve, ishte kënaqësi. Faleminderit shumë.